Ju përshëndes, pas pak vim me episodin e radhës të mam, por një falënderim special shkon për mbështetësit e këtij episodi, Dino Rios, Lejthiza dhe Kids Around. Do të vi një tjetër personazh shumë i bukur që ja vlen ta dëgjoni, sigurisht do të merrni shumë informacione dhe jam e bindur që do t'ju japi shumë besim dhe konfidencë. Por një falënderim tjetër special shkon për ju që na ndiqni javë pas jave dhe ju lutem bëni subscribe në kanalin tim për t'u informuar me çdo video që del minutë pas minute. Fillojmë me të tuarën e radhës. Mirëpritën partnerët pikërisht sepse janë një ndihmës. Patjetër suporti që japin në mënyrë direkt partnerëve të tyre. Ide që më shumë prish punë se sa zgjidh punë. Tu dhe pak i sinqert Orinda dhe ndoshta do gjykon për të që do them, por mendoj që ka të bëjë shumë me pjesën e transparencës. Në momentin që ti në kartel nuk raporton çdo gjë që bën me gruan apo me beben, mendoj që aty ka mungesë transparence. Dhe një person I tret pra. Apo asnjanës nuk të lë ty hapësirë të kamuflosh gjëra. Sot në mam kam Martenisën. Mart Mamia njohin shumë prej jush, sepse ndjekim pa diskutim në faqen e saj të Instagramit, mbështet shumë mamat në pritje të ëmbël, gratë të cilat kanë nevojë në këtë periudhën e artë të tyre, në periudhën më stresante ndonjëherë, po edhe më të bukur njëkohësisht, dhe e di që është e panjohur shpeshherë për ato nëna që janë për herë të parë që presin të bëhen nëna, kështu që Marta është gjithmonë aty për këto nëna dhe kam kënaqësinë ta kem sot në mam për të folur më tepër për gjithë rrugtimin e saj, por edhe për të ndarë disa këshilla me ju. Kënaqësi të kem sot në mam. Faleminderit, kënaqësia imja. Marta, ti në fakt nuk ke qëndruar në Shqipëri, ke ikur për Shqipëri u e qenë shumë e re. Qenë adoleshente. Qenë adoleshente. Pse ajo shkëputje dhe më trego pak për gjithë rrugtimin tënd drejt Italisë dhe më pas e le Italinë për të vijuar në Suedi. Ma trego pak rrugtimin tënd. Unë kam hyrë nga Shqipëria nga Elbasani. Okej. Në moshën 17 vjeçare, sapo kisha mbushur 17 vjeç dhe pash me familjen time, pjesën e mbetur të familjes sepse babain e kishim në Itali tashmë për vitesh. Dhe shkuam atje, u bashkuam me të. Okej. Kreva shkollën e lartë. Dhe në fund të shkollës pastaj ishte një periudhë në Itali që në fakt nuk po punsonin në shëndetësi shumë, kishe pak lindje, kishe rënë numrin e lindjeve, dhe shikoj që ato mamit apo brezat përpara nesh duhet të bënin një test për një vend pune goxha larg, ndoshta në jug të Italisë, dhe po vlerësoja mundësitë të tjera. Dhe shumë rastësisht doli mundësia e Suedis. Po, e përqafova dhe që kur nuk kisha menduar që të përfundoja atje, por jeta do çoka kudo. E kuptoj. Dhe në atë kohë kur ti vendose të shkoje në Suedi, sigurisht që pe të gjitha mundësitë dhe sigurinë e dim shumë mirë që Suedia është një ndër vendet, le të themi, edhe nga komforti, edhe për të jetuar për paçka kohës gri që besoj ju e vuani të gjithë, por paçka kësaj nga anët e tjera është gjithmonë pra ka një lloj lumturie, le të themi, në formën se si njerëzit jetojnë atje. Kështu që ndoshta edhe këto I peshove dhe the, ndoshta është një vend. Do them të ditë drejtë kur kam shkuar, kam qenë një 25 vjeçar që mori një guxim, ndoshta tani e them pak shumë më shëmtuar prej budallaj, sepse nuk I mendova shumë gjatë gjërat, mendoja vetëm për punën. Okay. Mendoja vetëm mundësinë e punës, nuk e mendoja madje në kokën time, mendoja që do punoj ca vite, nëse do marr në shtetësinë, do bëj një kapital, do spostoj në vende të tjera më të ngrohta ndoshta. Por që të shkosh nga Italia në fakt Suedi ishte pak shikuese, madje kolegët e mia fillim fare më thonin, "Çfarë do ti këtu?" Shokoheshin. Si vjen në Itali, po ti vjen këtu, por që me kalimin e viteve pastaj u rehatova, pastaj jeta me rrjedha të ndryshme. Se zgjodhe këtë profesion? Të jemi sinqert se kam kolege plot që thonë kjo ishte ëndra ime që e vogël, unë kështu, unë ashtu. Të jemi sinqert, nuk ka qenë ëndra ime që e vogël. Unë madje kisha ëndra të tjera për veten, mendoja deri diku në fakt edhe në moshë më të rritur do të bëhesh në fakt kriminologe. Okej. Po. Por në pamundësi për ta zgjedhur atë deg, pastaj do të gjej diçka që më përshtatej mua, karakterit tim, unë do të punoja me gratë, por nuk do të punoja me sëmundje. Do të punoja me gratë në momentin e tyre më të bukur, më vulnerabël ndoshta, por edhe më të fuqishëm. Do të punoja me bebat, paçka se është kjo
se ndoshta njerëzit mendojnë që ti je mami dhe ti merresh me beba. Të paktën në vendin ku punoj unë, ti bebat ke shumë pak në duar, sepse qëndrojnë tek prindërit, po, tek qëndron ke nëna dhe babai. Dhe është punë totalisht që ka fokusin patjetër ke gruaja. Po. Por familja është e pamundur të punuash me gruan dhe mos ta shikosh si një tërësi. Për bebin dhe familja në tërësi dhe partnerin përfshirë patjetër. Dhe në fakt, duke përmendur pjesën e Suedisë dhe Italisë, ti ke parë një ndryshim të madh, edhe pse janë dy vende në të zhvilluara, por ndryshe edhe në mënyrën se si vepronin në pjesën e lindjes apo mbështetjes njëkohësisht apo jo. Do më tregosh pak këto diferenca që ke parë atje? Fillimi ishte pak i vështirë dhe goxha unë sapo kisha mbaruar studimet, nuk kisha eksperiencë tërmirëfillt si mami e pavarur. Dhe madje kur e kujtoj atë ish shefet time të parë, them si më ka besuar, sepse erdha nga një vend tjetër, patjetër që unë dorëzova dokumentacionin e duhur, tregoja që isha një njerëz që s'kisha pasur precedent penale, çdo gjë tjetër, por që më besoi totalisht, gjuhën nuk e dija dhe më ul përsipër dhe më ofroi dhe gjuhën kursin e gjuhës. Kisha shumë gjëra që më ofruan dhe unë jam pafund falendëruese, por ishte patjetër një përgjegjësi dhe një rrugtim i panjohur dhe goxha i vështirë në fillim, sepse përveç shkëputjes nga familja e këto që ka drama, që ka emigrimi, ndryshe ishte fakti, për shembull, një shembull shumë i thjeshtë që me aq sa mbaj mend, të paktën flasim për mbi 10 vite që unë studioj atëherë në Itali dhe bëja praktikën, mamit atëherë ishin goxha të trembura, sepse mbaj mend dhe si studente nuk na lejonin shumë, të jepnin shumë pavarësi. Dhe kur shkova pastaj në Suedi dhe shikoja që kolegët e mia që kishin në mbikëqyrje studentët e tyre, shikoja se si vepronin, se si i jepnin liri, i jepnin pak liri veprimi, patjetër po edhe të kontrolluar. Dhe pastaj shokuese fare ishte fakti që unë se fillimisht e fillova pak me si thua praktikoja gjuhën periudhën e parë që hyra në spital, dhe pastaj fillova të punoj si e pavarur. Dhe ato herë të para që ishin pacientët e mia që më thonin, Martinisa, ka ardhur një paciente për ty, dhe për kontroll, për shembull, një shembull, dyshon që i kam plasur ujërat. Dhe unë e merrja pacienten, i bëja të kontrollit që normalisht parashikon protokolli dhe sado që isha e bindur për ato që kisha një farë, kisha një farë nga që isha mësuar, vjen nga një realitet ndryshe që ti në shumicën e rasteve pacienta kalon nga mjeku. Dhe unë do të merr vendimin që janë apo nuk janë ujërat e konstatuara dhe të shkojnë në shtëpi, nëse janë do të rikthehet kur, pra një lloj përgjegjësie që patjetër ta sjell fakti që nuk je më studente, po je profesioniste, por edhe fakti që punohej në dy mënyra shumë të ndryshme. Por kjo, sepse shumë e çuditshme kjo përdorimi i epiduralës, që atje më shumë edhe këtej shumë më pak edhe thuajse fare. Pse mendon ti që ndodhte kjo gjë? Pse e pyesje për shembull në Suedi, pse e përdorni kaq shumë, pse mendoj në Suedi kanë patjetër çështje mentaliteti. Në Itali më duket sikur mamit i shtyn më shumë gratë që të durojnë më shumë. Hase ja dal, patjetër që edhe në Suedi bëhet, padyshim, por nëse një gruaja ka ndarë mendjen, askush nuk të si thua sforcon apo të shtyn që të shkosh për te limiteve të tua, pa respektohet vendimi yt. Nëse ti e ke paramenduar apo imagjinuar lindjen tënde me epidural, mamia që të merr përsipër në lindje e ka lexuar në kartelën tënde, edhe nuk i diskuton këtë gjë. Patjetër që pastaj mund të bëjnë diskutime gjatë lindjes, por që ti mund ta ndryshosh mendimin tënd, vendimin tënd, por mendoj në Itali ka qenë edhe çështje resursesh. Pra mendoj që sepse mbaj mend që atëherë jo çdo spital kishte anestezist të gatshëm në çdo tur, në çdo kohë në fundjavë etj. Patjetër që kishte për cezarian etj. Edhe për cezarian të paplanifikuar, por ndoshta jo për epidurale, po. E kuptoj. Por, me qënë se jemi këtu edhe diferencat, nëse ti do doje si paciente të mos kaloje në një lindje natyrale, në Suedi, a është të lejohet apo duhet patjetër të kesh një problem? Shiko, në Suedi punohet shumë me informimin dhe ndërgjegjësimin. Kjo është, mendoj, gjë kryesore që ndikon tek fakti, dhe në fakt janë shumë të pakta gratë që zgjedhin
cesarianin si alternativë të parë. Madje I friksohen idesë që mund të përfundojnë në cesarian. Por punohet shumë me informimin, punohet shumë që nga nisja e shtatzanisë deri në fund. Çdo kush që rrethon një grua shtatzën, me gjitha profesionistë, por edhe njerëzit e saj të afërm, të gjithë nuk e vënë dyshim aftësinë e saj për ta sjellë në jetë një fëmijë në rrugë vaginale. Rrallë dëgjojnë këto komentet që si do e nxjerrësh, si do e bësh, apo si do ja dalun vetë. Pra, përgjithsisht është një kulturë shumë mbështetëse suportuese ndaj një gruaje shtatzën. Dhe mendoj që çdo njeri e di ku ka limitin dhe nëse e mendon ndoshta nuk e shpreh. Ti besoj që e ke dëgjuar? Cesarianin mendoj që gjithë në xhep e kemi, jo mendoj, po është faktuar që gjithë në xhep e kemi. Pra, është një alternativë që është aty. Por mund ta bësh, pra, le të themi, nisesh me këtë ide. I thua doktorit, unë dua të kaloj në C-section dhe nuk dua ta diskutoj këtë gjë. Jo, duhet diskutuar, sepse një grua që ka një vendim të tillë, mendoj që ose ka një arsye të fortë që gjithsesi duhet dëgjuar ajo arsye, ose e thot, por është një vendim ose një ide që ndoshta nuk është e bazuar ndoshta realisht në ato që ajo ndjen vërtet, pra duhet përpunuar pak ndoshta ndjenjat e saj, duhet kuptuar, dëgjuar më shumë, pyetur më shumë se pse ka këtë ide dhe këtë dëshirë. Po thuam. Sigurisht që një grua mund të vijë dhe të vijë që fillim shtatzaninë, thotë që unë kam ndar mend lidh me cesarian, por ti prapë do kalosh tek do bisedosh me mamin, do bisedosh ndoshta me mjekun për të kuptuar arsyet pse. Është qartë. Që të jepen alternativa, të jepen informacionet e duhura. Dhe sigurisht që askush nuk do fut në cesarian pa dëshirën tënde. Në eksperiencën time pjesa më madhe e grave ndryshon mendim. Okej, kjo është e rëndësishme dhe këtu pra dua të ndalem tek pjesa që në Shqipëri, edhe pse thonë që akoma vazhdojnë që të prevalojë më shumë linja natyrale, por gjithsesi gratë që kërkojnë me njëherë C-section kanë nisur të shtohen dita ditës. Besoj e ke dëgjuar, besoj e përballur edhe me komunitetin tënd shqiptar, le të themi që kanë frikë, mund të ketë. Mendojnë që kjo është pikërisht arsyeja pse nuk ka një mbështetje për këto gra që prej fillimit të një shtatzanie. Po, pjesërisht po. Unë vërtet nuk jam pjesë e realitetit dhe nuk kam punuar asnjëherë në fakt në Shqipëri, por kam punuar me gratë shqiptare në Suedi, por punoj le të themi apo dëgjoj shumë dhe lexoj shumë nga gratë shqiptare kur më kontaktojnë virtualisht. Mendoj që është një mbështetje që fatkeqësisht çalon goxha. Mendoj që nëse mjeku është, si thua, ai që ndjek shtatzaninë tënde, unë personalisht, patjetër unë jam e njanshme sepse jam mami dhe sigurisht që do them do pohoj gjëra të tilla, por mendoj që mjeku nuk është personi I duhur për të ndjekur, pra mjeku ginekolog nuk është personi I duhur për të ndjekur një shtatzani fiziologjike pa komplikime. Mendoj që figura e duhur është mamia. Mamia, po ti kthehesh në histori, Orinda, mamia është një nga ndoshta 3 figurat që historikisht komuniteti ka pasur figurat më të respektuara. Pra një fshat I hershëm, komuniteti I hershëm ka pasur ndoshta priftin, mamin, ajo që ndihmonte, ndoshta s'kishte emrin mami, po ishte ajo gruaja ndoshta e vjetër që ndihmonte mamat e gjithë komunitetit për të lindur, dhe duke të pasur në një figurë tjetër, po që ka qenë një nga figurat më të rëndësishme të komunitetit. Dhe pastaj me kalimin e viteve, si thua, u medikalizua lindja dhe mori, si thua, mjeku ginekolog atë rolin si ai që mbështet. Po për mendimin tim është e gabuar, ose jo e gabuar, po është në dëm të gruas, sepse unë e vlerësoj patjetër pafund, nuk jam këtu për të vlerësuar punën e mjekëve ginekolog, ne për fat mirë I kemi dhe sigurisht janë të vlefshëm, por duhe nevojitën kur kemi komplikime, kur kemi situata që devijojnë nga normaliteti. Fatkeqësisht, kjo është ajo që unë e them prej vitesh tashmë në atë hapësirën time modeste në Instagram, që për mendimin tim është një humbje, një fatkeqësi për realitetin shqiptar, që figura e mamis këtu të paktën në Shqipëri nuk merr vlerësimin e duhur. Dhe mendoj që unë dua shumë që koleget e mia shqiptare të rebelohen pak, sepse për mirë, patjetër, për cilë ndryshim për mirë, sepse gruaja shqiptare e ka përqafuar ndryshimin, e do ndryshimin, ka nevojë për mbështetje, e kërkon atë,
por këtë më thojnë za luftë me sistemi nuk mund ta bëje vetëm, i duhet patjetër mbështetja e mamis. Në qartë. Dhe ginekologu nuk mundet të nuk është profilizuar për atë, nuk është profilizuar që ti qëndroj një gruaj në lindje dhe ti mësoj le të themi, gjithë etapat. Secili ka ato kompetencat e veta, por ndoshta atje në Suedi, edhe në Itali njëkohësisht, kjo është një gjë që jepet mbështetet prej shtetit apo ti duhet ta paguash? Ka pafund edhe kurse private. Okay. Por në përgjithsisht çdo spital të ofron një kurs që ndoshta diku mund të jetë vetëm pak orë, diku mund zgjasë disa javë, pra takime një herë në javë për disa javë me radhë etj. Por një përgjithsisht çdo spital ofron atë kursin e vet prenatal, por që ka alternativa privatisht pafund. Them këtë sepse edhe në Shqipëri ne mund ta gjejmë këtë vetëm në formë private, sepse ne nuk e kemi, edhe pse dëgjova diku që e kemi të ofruar, për ndërkohë askush nuk ta thot, edhe që ti ke mbështetje, për shembull kur shkon te konsultori, kur shkon përpara se kur bën ato letrat, normalisht dikush duhet ta thot përpara, edhe pse kjo është një procedurë që nis përpara kohë, nuk nis ditët e fundit të lindjes. Konsultoria, më fal, Orinta, që konsultoria më duket se ka vetëm një rol shumë formal, thjesht plotësim e dokumentave, ndërkohë që dokumenta janë, ka hapësirë të merret me më shumë se aq, patjetër. Dhe nevojë mbi gjitha. Dhe pra është një gjë që ndoshta duhet niset edhe për shtetit, pra duhet ofrohet edhe nëpërmjet shtetit, sepse sigurisht jo të gjitha kanë mundësinë, edhe unë e di që shumica edhe që kanë mundësi shkojnë drejt lindjes natyrale a priori, domethënë, por nuk e dihet, në atë moment mund të ndihen keq, emocionale njëkohësisht, edhe kërkojnë C-section atë. Për mua është mëkat të shkosh në cesarian nga si thua pa mundësia për t'u informuar, apo nga një mbështetje e dobët nga rreth yt, apo komuniteti, shoqëria, apo instancat shtetërore. Mendoj që kjo është një nga ato mangësitë më të mëdha që ka obstetrika në Shqipëri, unë nuk mendoj që problemi më i madh janë kushtet janë dytësore, sepse një gruaj që është e kënaqur me suportin që merr gjatë shtatzanisë apo gjatë lindjes, më beson nuk i vëre ndoshta të krevatin apo shumë të vjetër, apo atë ndoshta të tavanin që ndoshta është krisur, po. Nëse ka një person shumë mbështetës, që padyshim jam shumë i sigurt që ka pafund. Ka, po, por fatkeqësisht pak nga eksperjenca ime që kam në kontakti me gratë shqiptare, ka shumë pakënaqësi. Dhe këtu kur flasim për pakënaqësi, përgjithsisht mënyra se si qasen mamit me gratë, e kuptoj që ndoshta edhe stafi nuk është mjaftueshëm, e kuptoj që ndoshta le themi brezat kanë ndryshuar, po prap ecin shumë me atë të vjetrën, ndoshta akoma nuk kanë atë empatin që duhet kenë karshin, sepse kthehet në një le të them punë të zakonshme dhe për të nuk ka një rëndësi kush e di se çfarë, sepse bëhet rutinë e përditshme, po për nënën që është në pritje do të thot shumë, dhe përveç pjesës hormonale dhe emocionale që ka ajo në atë moment, gjithsesi ai është momenti më i rëndësishëm i jetës së saj, dhe sigurisht që është e luhatur emocionalisht, dhe kur shef temi një lloj forme qase jo të mirë nga ana mamis, të reagoj jo mirë edhe do ndihet keq. Më trego pak eksperiencën e mamave që ti mendon, domethënë që të kanë thënë, të kanë treguar ty për qasjen. Ka mungesë në komunikim, pakënaqësi në komunikim. Në çfarë forme? Ndoshta terma që përdoren apo mënyra të thënë të gjërave që ndoshta nuk thuan me mënyrë më empatike të mundshme në atë moment. Vete kërkova? Edhe gjëra të tilla që fatkeqësisht ende e shoh që thuan që ndoshta ti si profesioniste mund ta thuash me një lehtësi dhe ndoshta deri diku me nota pak batute. Me humori, po. Po, por nuk mendoj që lindja është momenti i duhur për të bërë batuta. Mund të bësh batuta, sepse unë jam e para që bëj batuta me pacientët e mia kur kam lindje, por duhet të jetë e reciproke, pra gruaja të jetë në atë moodin, po, që të bëj batuta, të pranoj batutën, sepse e qeshur është fantastike gjatë procesit lindjes, e ndihmon gruan. Por pesa komunikimi do thoja që është problemi kryesor, do thoja shumë
Edhe këto mangësit ndoshta në transparencën që kanë në përgjithësi stafi, kërkoj ndjes nëse përgjithsoj, se nuk dua realisht apo jo. Unë flas vetëm çfarë më raportojnë gratë. Transparenca në veprime që bëhen, apo mosmarrja e konsensusit, ose mosdhënia e informacionit. Ti nuk mundesh ti aplikosh një stimulues një gruaje që është duke lindur, dhe në moment që ato pyet çfarë po më vendos në ven, ti nënqesh. Kjo është dhunë obstetrike. Kjo është për denoncim, paçka se në vendin ton nuk fatkesisht nuk ka nuk njihet ndoshta të qeshi po thuash që është për denoncim, sepse është normalizuar aq shumë fatkesisht saqë qeshet me atë që realisht si duhet jetë realisht. Po ti duhet ta dish çfarë po vendoset në trupin tënd. Patjetër, çdo gjë që bëhet me ty apo me fëmijën tënd është ti nuk shkon kur diku edhe papritur prek një person në vend të ndryshme të trupit dhe është çmenduri. Dhe për më tepër në një situatë pralindja që është një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe që ndikon më së shumti tek gjendja e gruas jo vetëm momentale, por në të ardhmen. Ti besoj e ke dëgjuar që ne këtu në Shqipëri bëjmë shumë eko. Po, e kam dëgjuar. Patjetër. Gabim mirë. Gabim. Çfarë do thoje? Gabim. Për mendimin tim është gabim. Patjetër që ekoja duhet dhe faleminderit teknologjisë që e kemi edhe për të diagnostikuar, po për të parë icurinë nëse tregohet që shëzania ka një problematikë apo bebi ka një problematikë caktuar, por nuk mund të kthehet ekoja as në biznes, por as në nevojë, sepse nuk është. Nëse gruaja ka një shëzani normale, nuk ka pse të bëj eko çdo 3-4 javë. Gruaja duhet, është mirë si thua ti besoj trupit tonë dhe të fokusohet totalisht tek lëvizjet e bebit, por ka dhe diçka. Në realitetin tim, ku punoj pranë në Suedi, me vërtet gruaja nuk bën eko për ndoshta 2 apo 3 që shëtsanis, por diqet nga mamia në konsultore dhe mamia bën atë matjen e parkut çdo tot javësh në fillim dhe nga fundi pak më shpesh në çdo 2 javë. Dhe aty shikohet mbarvajtja e shëtsanis nëse bebi është duke u rritur si pritet, po. Dhe ti nuk merr një vlerësim të peshës së bebit, sepse dhe ekografia nuk ta jep. Kemi dëgjuar edhe e dim që mund të ketë goxha diferencë, por ti merr një vlerësim të asaj që, okay, çfarë pritet? Pritet që barku të jetë pak a shumë kaq në këtë javë. Okej, aq, do thotë që po rritet si duhet. Nëse ke dyshime, pastaj mamia ka dyshime që nuk po rritet siç duhet apo po rritet më tepër, patjetër që referohet tek mjeku. Si puna të reprezentantive që shkon te pediatri mbrapa te fëmia që kaq duhet jetë në këtë moshë, në këtë lloj forme duhet bëhet normalisht. Ti më the mua çdo 3-4 javë duhet shkoj çdo 3-4 javë, po këtu ke mama që shkojnë çdo 3 ditë, më. Po çfarë ndodh? Çfarë ndikon për keq? Mendoj një stres i pa imagjinueshëm, sepse ti e ke humbur totalisht besimin tek ajo që ndjen dhe mund të bëj trupi yt dhe ja ke dhënë si thua fuqinë ja ke lënë në dorë ekografisë apo mjekut, po. Por nga ana e do të thënë si aparat, ndikon për keq në trupin e gruas? Me sa dim, nëse bëhet në numër të limituar apo deri diku normal, pra disa ekografi gjatë shëtzanisë, është okay, janë të padëmshme. Po. Është edhe kjo rinda që ne flasim për atë gjëra që dim sot për sot. Ne në të ardhmen nuk e dim me çfarë lloj procedurë, jo vetëm me eko, ne nuk e dim fare çfarë efekte shancore mund të ketë, nuk e dim. Më të marr një shembull tjetër, çfarë do, por që ne dim kaq për momentin dhe kaq thuhet që nuk ka rrezik, por unë mendoj që rreziku më i madh është tek psikologjia e gruas. Tani dua të kaloj pak tek ana jote personale, sigurisht që do rikthehem te profesionale njëkohësisht pak më vonë, duke e lidhur me anën tënde personale, sepse tashmë 15 muaj me bebën në krah. Kështu që si ka qenë për ty gjithë rrugtimi yt mamësisë prej fillimit edhe sa ka ndikuar profesioni yt në të gjithë rrugtimin tënd? Unë kam pasur një shëtzani shumë të lehtë, Rinda. Ndoshta edhe për faktit që shumë informacioni i kisha, po kjo ka dhe ato të... Në këshia të vete, e di. Po, por mendoj që më së shumti më kanë ndihmuar gjatë shëtzanis. Kam qenë shumë i qetë, kam punuar, madje kam punuar me turne deri në javën e 34 shëtzanis, me turne natës, sa që kur shkoja atje, madje turne natës fundit fare që kam bërë të ta them. I thash një koleges time,
Thash, o zot, nuk e di çfarë bëj këtu sonte. Dhe më tha, shiko, kjo është shenjë që ti duhet ta mbyllësh, sepse gruaja arrin një moment jashtëzanisë që duhet automatikisht që çdo fokus ta kthej tek vetja e saj. E kuptoj. Për të mirën e shtatzanisë, të fëmijës që po mbar, të gjendjes emocionale, emotive, psikologjike të tjera. Është shumë e Dhe ai ka drejtë. qenë turimi i fundit i natës që bëra. Pastaj kalova në konsultore dhe vazhdova deri në javën e 37, në mos gaboj 38 për pak, më duket. Por kam pas ato momentet e mia të frikës, po, sepse kam pasur një 2-3 episode, unë kam pasur kontraksione që shumë herë në shtatzani, që në javën e 16-17, unë mjaftoja që të çosha për të ecur, mund do më ngurcoj barku. Dhe kjo u bë një normalitet për mua, sepse e kuptova që okay, kështu funksionon trupi im, kështu funksionon mitra ime. Dhe ajo trajnoja gjithë kohës dhe ishte nuk çoja asnjëherë në një diçka negative, ndaj dhe unë një farë pike pastaj e mora një farë sigurie, edhe ku i ndjeja një farë mënyre i injoroja sepse Ke pas të përzjera? Jo. Nuk kam pasur të përzjera, kam pasur një drejmi, një gjumë, një lodhje që të jashtëzakonshme. Madje turp është ta thuash, domethënë, por më vinin pacientët në ambulator, edhe ato flisin për shtatzanin e tyre dhe unë isha kështu si ti mbaj syt hap. Si bravo të dukte çdo tregim i tyre. Dhe por të vjella jo, përzierja jo, kam pasur Pra, pak djegje stomaku, rreth javës së 15, po, për pak javë, pastaj më kaloi dhe kur më kapi sërish, ka qenë natë që do lindja, ditë që do lindja. Ai ishte episodi i radhës. Po pse ndodh zakonisht kjo gjë? Është e ditur, është e kuptuar nga ju? Hormonale, patjetër, ndryshime në trup, patjetër. Nëse i kthehemi popullores, çunim lindi me flok, kështu që ishte tamam. Nuk ka të bëj. Po, por që se i mbështetemi tek ajo, po, i respektuam rregullat, kishte flok. A ke përdorur suplement? Kam përdorur hekur. Në cilën muaj e fillova? E fillova goxha herët në shtatzani, që në fillim të 3 muajit të dytë më duket, sepse analizat e para që bëra kur regjistrova në sistem themi, më dolën që kisha pak nevojë, rezervat kisha pak të ulta dhe aty fillova, patjetër që derisa trupi të stabilizohet me hekurin, një periudhë pastaj e lash për ca javë sepse po bëj shumë e tepërt për trupin dhe fillova në metoda të tjera. Në ushqirje, gjitha këto. Por që nuk u bë asnjëherë problem shumë i madh që të shkoj në injeksion në hekuri apo Sa javë ishe kur nisën kontraksionet e lindjes dhe po tregonte që po vjen. Të lindjes? Të lindjes ka qenë 40 plus 4 ditë. Ka qenë ora 2:30 natës. A është vërtet që çunat rrinë më shumë? Jo, statistikisht ose nga ana shkencore nuk njihet si në përgjithësi fëmia e parë vonon pak më shumë. Dhe është normale, se edhe kjo është diçka që e kam për zemër ta cek, sepse shikoj një lloj stresi nga gratë, sepse kanë arritur 39 javë dhe unë që i them, është shumë normale, por tani që jam bërë 9, them drejtën, tani që kam kaluar dhe vetë, e mirë kuptoj atë padurimin që kanë gratë, më thënë, në fund fare, sepse patjetër që lodhesh, ti rëndohesh, dhe me si pret, që thua, është gati, le dali tashmë, por që bebi vendos vetë, kur ka për të ardhur, trupi vendos vetë, dhe thjesht japim kohë të durojmë, kemi durim, dhe të mundohemi ta humbasim pak mendja ato ditë e fundit me gjëra tjera, të bëjmë gjëra që ndoshta nuk do kemi mundësi ta bëjmë për një kohë të gjatë pastaj. Sepse patjetër momësia nuk t'i lejon ti bësh. Them gjumë, o zot, kur e mendoj tani që rria para televizorit pas turnit të punës, domethënë, edhe merr të tasim me fruta, edhe thjesht me barkun aty, o çka kënaqësie, që prapë po ti sërish shtatzën, nuk e shijon ti të mënyrë sepse patjetër ke një fëmijë tjetër. Do kesh bebin tjetër aty, kështu që. Por që shijon, i them gratë që shijojnë atë periudhën e fundit sepse shko bëj një masazh, bëj gjëra që të ndihmojnë të relaksohesh, sepse janë edhe gjëra që ndihmojnë të startojnë procesin e lindjes. Vërtet. Por ndërkohë ty të nisën? Më nisën në natën, në orën 2:30 natës, ka qenë çdo gjë që unë i kisha thënë grave, ose çdo gjë që më kishin thënë gratë, që thua i besova apo i mendova gjatë procesit tim të lindjes. Më nisën në një mënyrë shumë të rregullt. Unë e di që edhe ja jap gjithmonë këtë informacion që çdo grua është ndryshe dhe po gjithmonë kisha informuar gratë që me fëmijën e parë është kjo faza latente, kjo faza e parë përgatitore që zjat goxha mund zjasë edhe me ditë, sepse ti përgatit gratë që kanë durim, që edhe nëse kanë kontraksione të çrregullta, të vazhdojnë ta jetojnë jetën normalisht ato ora të ditë, pra nëse është natën dhe kanë kontraksione të përballueshme, por të çrregullta, që se ke të mundur vazhdo fligjumti. Edhe unë e ndjeva kontraksionin e parë, edhe them
okej, se unë kisha pasur kontraksionin që isha të zanim, por jo si kjo. E Atë të parë, e shumë e çuditshme se si e kuptova realisht që kjo është ndryshe. Dhe e ndjeva dhe thash, okej, çojmë tani kur do vi tjetra. Futa telefonin poshtë jastikut, 5 minuta kaluan, erdi tjetra. E kuptova shumë herët në fakt, edhe pas 5 minutash erdi tjetra, thash, okej, nuk kemi një fazë latente, as nuk kemi të shregullta, kemi të super të rregullta, dhe goxha intensive që në fillim. Unë direkt pas gjysmë orë që pak a shumë i thojnë 6 kontraksione, unë ndjeva të detyrueshme, të nevojshme të zgjoj partnerin tim, sepse e kuptova që, okej, kjo është një gjë që nuk e kaloj dot vetëm. Kam nevojë, sikur dhe për gjëra të vogla, më merr këtë, më sill këtë, më pakuj, apo me frimarjen, e kisha nevojshme suportin e personave që isha rreth rrotull. Është shumë e rëndësishme në fakt kjo gjë. Është e domosdoshme. Është e domosdoshme. Padyshim që gruan po ta lësh në një fushë, në një fshat të humbur. Doja dal, po. Patjetër që gruaja lind. Por çfarë experience është? Si e përjeton ato orët. Pra ka ndryshim ta kalosh vetëm, ti mund të kesh fizikisht njerëz rreth rrotull, por prapë mund të ndjesh vetëm. Pra shumë e rëndësishme prania fizike, por edhe një partner apo stafi që të di çfarë të thotë. Po u friksua bashortyt apo jo? Partnerimi jo, sepse unë mendoj që partnerimi e ka fjetur mendjen që fillim shatzani, se thot mendoj që thonte që kjo e di çfarë bën, po se diti kjo kush dhe e di. Por që unë mundua u angazhua, pastaj i thash një farë pike, shko fli gjumë se nuk e dim se sa do zgjasë, kështu të paktën ti të kesh fjetur. Dhe ja futi gjumit, u vazhdova, u futa në vask me ujë dhe përballova të orët e tjera në vazhdim. Derisa erdhi moment që u çova sepse po bëshin shumë intensive? Po intensifikoheshin dhe shikoj që nuk përmjete ujë ngrohtë atë efektin që unë kisha nevojë. U çova nga aty, madje po mbeziste pak, u çova nga aty. Është rëndësishme që ta dëgjosh trupin tënd, ë. U çova nga aty edhe thash do hypim mbi top, do ndes pak muzikë relaksuese, shkuam bashkë me mikeshën time që ishte pranishme për të fotografuar. Shkuam në dhomë të pritjes atje dhe aty pasaj mori një si thua që drejtim komplet tjetër, sepse pata një intensifikim shumë të madh papritur të dhimbjeve. Dhe ndryshoi pozicione her pas here, shikoja që edhe me frymarrjen nuk po arrija do ta menaxhoja si kisha menduar, po pretenduar. Dhe e gjeta si thua ngushëllimin tim apo mënyra ime në ato momenti ishte të filloj të bëja të nxjerrja zë. Unë fillova të këndoj, shaka, nuk këndova, por kam nxjerr goxha zë, nuk ka qenë britm paniku apo britm, ishte mënyra se si unë të përballoja dhimbjen time. Ndihmonte edhe frymarrjen njëkohësisht në tjetër kohë. Ishte mënyra ime për ta mbajtur situatën në kontroll. Dhe shumë okay që gratë të nxjerrin zë gjatë lindjes. Nuk është as turp, nuk është as je më pak e zonja, apo ti duhet thjesht të ndjesh të bësh ato që të ndihmon ty në ato momente. Që ndoshta nuk ka qenë ajo që ti ke menduar për veten tënde, apo ato që të tjerë presin nga ti, por ajo që të ndihmon ty në ato momente. Po të ndihmonte? Mendoj që po, ndoshta alternativë tjetër nuk ishte në ato momente. Por që atë bëra, atë zgjodha dhe pastaj madje kur kam shkuar në spital, mbaj mend që koleget e mia që po prisin ke ashensori, mendonin që u po lindja. Unë ajo s'po del koka jo që coni. Thjesht jam kështu për momentin. Ka qenë fantastike, eksperiencë unike, mendoj që çdo nën, sido që të lindje është patjetër eksperiencë unike që edhe po ta ribësh nuk do të bësh njësoj. E drejtë, po nuk do jetë nuk do jetë njëjta, po. Eksperiencë, do ketë komplet. Dhe pasi filluan intensiteti ndryshoi pozicion, fillove të nxjerrje zën njëkohësisht. Çfarë po ndodhte deri në momentin e lindjes? Çfarë po ndodhte? Ndodhi që ku ishim ende në shtëpi, sepse unë pjesën më të madhe të lindjes e kam kaluar në shtëpi. Unë kam shkuar në spital ndoshta 8 orë, ndoshta 6-7 orë pasi më 8 orë, 7 orë pasi më nisën dhimbjet. Dhe kam shkuar me një dilatim goxha të avancuar,
qëllimi im që të qëndroja më shumë në shtëpi, po qëndroja pastaj për ta lindur në shtëpi. Kjo dëshira ime do kishte qenë, por që doje ta lindje në shtëpi. Të dytin patjetër që nëse do kem fatin të bëj një fëmijë të dytë, me shumë dëshirë do e lind në shtëpi. Po pse këtë zgjedhje? Po sepse është një eksperiencë që e kam asistuar si mami dhe është fantastike. Të lindësh, të mos kesh atë nevojën për dal nga shtëpia për të shkuar në spital, të stresin e rrugës, realisht Orinda, ai udhëtimi nga shtëpia në spital, paçka se ishte ditë diel dhe mëngjes, nuk ka trafik fare, dhe unë e kam relativisht afër spitalin, më zhdukur përjetësi dhe jo vetëm kaq. Me janë kujtuar fjalët e një pacienti që më ka thënë, isha ulur në makinë dhe të ma kisha thënë pasi kisha ardhur të kontrolli postpartumi të më tregonte si shkoi lindja. Isha në makinë, tha po shkoj në spital dhe realisht sa herë që kisha dhimbje doja të hidhesha nga makina, nga intensiteti i dhimbjeve. Po, edhe unë më erdhën fjalët e saj në mendje dhe thashë, po që kishte të drejta ja. 4 kontraksione patëm duke derisa arrita në spital që nuk ishin absolutisht shumë, por që ishin e mbajta mend atë udhëtimi sepse je limituar, ti nuk mund të lëvizësh, ti ndoshta ke nevojë për një pozicion tjetër, por që rripin do e mbash, do rish ulur se ku do shkosh. Por që kalon, gratë kalojnë shumë, të gjitha kalojnë. Po, shkuam në spital pastaj edhe po pastaj në momentin që kuptove që bebi po vinte, ti e dije gjinin? Jo, nuk e dija gjinin, ishte një surprizë, kisha vendosur, kisha zgjedhur që mos ta shikoja. E doja ta kisha surprizën më të madhe dhe realisht. A ndjeje çfarë ishte? Atëherë, që të jemi sinqert, ne kemi pasur një farë, jo dëshire, po që mendonim që dhe kishim gocë, e përmendim gocë. Po jo në një dëshirë e fortë. Dhe kur kam hyrë në 3 muajin e dytë shatzaris, kam qenë ndoshta 12 apo 13 javshe, mbaj mend që ka dalë në ëndër. Tha, kam parë 1-2 ëndra me bebe djem, çuna. Dhe aty automatikisht ndryshova nga qasje që kisha që gocë, mendoja për emër, pastaj automatikisht ky është çun. Edhe doli çun edhe paçka se gjithë njerëzit hamendsonin dhe thonë rreth otunesh që hase gocë ke apo gjithmonë të tyren. Unë e dija që kisha çun dhe kur doli ishte fantastike sepse unë doli. Ti e ke pritur vet. Po, unë e prita vet. Unë e prita vet. Mendoj që është gjë më e bukur që mund të bëjë një grua nëse dëshiron patjetër, se ndoshta nuk ke dëshirë fare të jesh në kontakt me atë që ndodh aty poshtë. Por nëse dëshiron dhe përgjithsisht gratë, pjesa më e madhe e grave, sidomos gratë që janë të interesuara, të informuara, që mezi e presin edhe mezi presin ta përjetojnë lindjen, ka një dëshirë edhe ta ndjejnë se çfarë ndodh apo ta dinë çfarë ndodh në çdo fazë. Edhe madje unë shpeshherë grave i them që po vendose dorën kur koka është duke dalë, vendose dorën aty dhe ndjeje. Dhe ato marrin realisht një farë energjie, zemre dhe e dinë që okay, jemi afër. Paçka se ajo mund të përkthehet ndoshta edhe në i çer kor apo 20 minuta të tjera, që gruas mund të duket përjetësi, prapa ajo e di që okay, është konkrete, tani po vjen. Ai po del, po. I kisha dorën aty edhe një farë mënyrë për ta frenuar apo për t'i dhënë gaz edhe për ta frenuar procesin, sepse kur e di se çfarë po bën, normalisht e di dhe çfarë si do të bëj, pra, kisha vendosur dorën aty edhe e ndjeja që po e ndjeva, sepse djali im ngeci pak në kanalin e lindjes dhe për një 3 orë si thua, jemi munduar shumë që ta pozicionojmë në mënyrë që të zbresi dhe të vinë në jetë. Më mundoj një 3 orë të mira aty, por ja dolëm. Dhe mendoj që kur ka bërë atë rrotullimin për të pozicionuar siç duhet, e kam ndjerë, sepse aty e ndjeva që në farë mënyre çdo kohë ke legjeni tim, diçka ndodhi. E kam ndjerë, edhe në ato momente çdo gjë pastaj ka qenë shumë intensive dhe shumë e shpejtë, por që në ato momente je aty fizikisht, mendon që je mendorish, po njëkohësisht je në një dimension tjetër, është fantastike. Është fantastike, sepse fatkeqësisht doja shumë që ta shkëputja martenisën mami, nga martenisa nën, nuk e bëra dot. U mendova pak, por nuk e bëra dot, edhe gjatë gjithë kohës po mendoja. Sepse doja thjesht isha një nën si gjithë tjerat. Doja ta por e dia dhe shumë që po ajo po të ndihmon të ty në atë moment. Po, e dia shumë që kisha benefitet e veta, por që
Nuk dohet të mendoj shumë sepse më ndodhi një episod në shtëpi në fakt Orinta që nuk më ndihmoi shumë, pata një moment ku pata një super kontraksion dhe njëkohësisht me këtë kontraksion pata një gjakderdhje relativisht të madhe. Okej. Dhe dhe qelloi në fakt koincidoi me faktin që unë nuk po e ndija bebin ato momente. Edhe ka qenë qëndruar shumë gjatë në ujë, edhe isha kështu, ku e kam dirë për e të fundit, sa ishte ora? Okay. Edhe i bëra këto lidhjet, se bën lidhje, se tip je mësuar që pyet gratë për simptomat, këto, dhe po i mendoja vetë se kam dirë, pata një super dhimbje, pata një gjakderdhje, shikoja gjakderdhjen, i thash, ok, unë tani do shkoj në spital. Po prit marr një kolege në telefon. Edhe ka ardhur në fakt kolegja ime në shtëpi që më ka bërë atë vizitën e parë, kontrollin e parë për të parë. Dhe i thash, nëse nuk jam hapur mjaftueshëm për të shkuar në spital, mos më thuaj fare se jam hapur. Më thuaj që do rrim shtëpi dhe pak, mos më thuaj sa, më dhe pak, mos i thuaj centimetrat. Dhe ajo në fakt nuk mi tha, jo mi tha centimetrat, po tha që nuk kemi se rrimon shtëpi që hajde se jemi për spital tani. Dhe ky episodi që ndodhi më, si thua në një farë mënyre, më ndikoi pak në psikologjinë time në ato momente dhe më futi pak frikën momentale. Mund të kishte ndodhur? Po mendova, po është shkëputur placenta, ka filluar të shkëput placenta, apo çarja mitrës, ke parasysh të gjëra që komplikimet që janë aq shumë të rralla, që realisht shumë rrallë ndodhin dhe e di shumë mirë, jam e ndërgjegjshme. Ato momente pata një hapësirë të vogël që dyshova dhe e mirë kuptoj totalisht tashmë merakun e grave, frikën e tyre, pasigurinë. E kuptoj që kanë shumë të lehtë të shkojnë me njëherë të dorëzohen stafit. Por mendoj që një përgatitje, një informim të ti eliminon shumë dyshime. E qartë. Dhe në momentin që e morën duar, e afrova në krahëror, e thash, mendova, se kam parë çfarë është, se di çfarë është. Pa çka se mendoja dhe isha deri ku e bindu, se di çfarë është. Dhe e ul kështu dhe tha, çun. Edhe suedisht, bien keq që kam thënë suedisht të drejtën, por ndoshta merri automatikisht nga që për vitesh punoj atje dhe do të më kishte dalë shqip, por më doli suedisht, ç'a të bëj. Po se kishe dhe kolegët normalisht. Po, mendoj që po ambienti që mua automatikisht aty mendoj edhe flas atë gjuhë dhe normalisht më ndikoi, por që fantastike. Çfarë ka mbetur peng nga lindja? Pengu im që e kam kaluar, tani e kam kaluar, që t'jem e sinqert, por e kam vuajtur shumë ato javët e para. Ato 2 javët e para pas lindjes, pengu im ka qenë epidurali. Sepse unë shkuar në spital dhe patyshim që ishte goxha intensive, por mendoj që bebi po t'ishte një pozicion më optimal, pra po t'ishim afër, do e kisha dalë pa epidural. E pyeta kolegen time kur më vizitoi, thash, ku është koka? Edhe ajo ma tha me terma shkencore, këtu mos, thash. E dija që minimumi 1-2 orë do e kalonin duke tentuar, po. Në ato momente kam thënë në një mënyrë, vjen keq në fakt që e thash ashtu, sepse në ato dhimbjet e mia e thash kështu, e lëshova në ajër, në dhomë ato fjalë, thash, më fal, se kujt ja thash nuk e di, dosha vetes time. Më fal, po unë kam nevojë për epidural. Dhe e mora, dhe patjetër që më ndihmoi për ato 2-3 orëshin që zgjati komplet procesi parë se të zbresi bebi. Pa tjetër që më letësoj, por në fund fare, pa dyshim që më rikthyen, sepse përkojmë atë momentin që kolegja më tha të ta rimbush, apo jo, si e do momentin e fundit, e do të mos kesh ta ndjesh fare, apo vendosu që mos ta bëjmë dozën e fundit, dhe e ndjeva, pra më rikthyen dhimbjet, siç kisha përpara se ta merrja, që tashmë e dija që okay, dhe çështje minutash ndoshta, dhe ishte okay për mua, por që është e rëndësishme të ndjejmë pak dhe të dëgjojmë pak trupin, sepse unë isha në një pozicion që kolegja ime mendonte që ishte pozicioni i duhur nga ato stolat obstetrik ku gratë lindin edhe që janë prej druri që ulesh në tokë edhe me një, si thua, formë harku, dhe më ndihmoi goxha për zbritjen e bebit, por që në një moment që isha pak si parehatë dhe kolegët time po më ndihmonin me këmbë, sepse ishte edhe pak kjo që 3 orë kanë kaluar, tashmë ndoshta mjekët duan të vinë të përshëndesin pak në fjalë të tjera të ndihmojnë në një mënyrë apo një tjetër, dhe doshim të jepshim forca që të evitonim atë hyrjen e mjekëve, dhe
Ndryshova pozicionin, ndjeva që nuk kisha rehat aty dhe në momentin që kam hipur në krevat, aty ndjeva që ndodhi kjo që trova pak më parë që ndryshimi i pozicionit. diçka ndodhi në trupin tim, për të bërë gati. Edhe aty pastaj që qoshin minutash, edhe aty dëgjova trupin tim edhe ndryshova pozicionin e këmbëve, siç të ndjeva. Tani dua të di dhe këtë gjën tjetër prej teje. Ti e ke pasur më shumë, do të thënë për këtë mosdashjen ndaj epiduralit, e ke pasur më shumë sepse doje të ndije dhimbjet apo ka diçka shkencore që është më mirë mos ta bësh? Unë nuk e do epiduralin sepse unë doja të lindja në ujë. Okej. Dhe në momentin që merr epidural nuk është e mundur lindja në ujë dhe automatikisht më shua, themi, në thonjza ëndra ime për të lindur në ujë. Po pse mund ta bëj edhe në spital një gjë të tillë, mund të lindi në ujë. Okej. Po, dhe është shumë e zakonshme në Suedi dhe kam asistuar gra pafund dhe nëse është mundësia ja sugjeroj gjitha grave. Dhe kjo gjë mu automatikisht mu fik, mu shua. Por shkencërisht nuk ka të dhëna që epidural do ishte diçka negative për gruan. Tani themi gjëra siç janë, çdo procedurë që ne bëjmë në trupin tonë, patjetër që do ketë efekte. Mund të ketë efekte anësore, mund të ketë. Kur flasim për rreziqe, flasim për gjithmonë diçka që mund të ndodhi, por jo që automatikisht ndodh. Nëse të flasim për lindje natyrale, që referohemi termit natyral, atëherë flasim për një lindje ku gruaja lind pas një lloj ndërhyrje nga jashtë. As stimulues, as ndihmues, as një gjë pringjore, as prerje me gëshër, epizotomi, as një gjë, pra gruaja lind vet pas një lloj ndërhyrje nga jashtë, pas një lloj ndihmese. Kjo është lindja natyrale. Pa çka se në modernizim tani epidurali, ndodh, Pas një ndërhyrje? Pas një ndërhyrje, ndodh. Është më e zakonshme ndoshta me gratë që lindin për herë të dytë apo të tretë. Shpesh lindja e parë ka nevojë për ndërhyrje apo ndihmesa të vogla. Pa çka se ato nuk janë fare të pazakonta që mund të ndodhin në mënyrë natyrale pa pikë dyshimi. Në qartë. Ta e vure në gjitë direkt çona? E mora? U rrotulova njerë se do shtriesha tamam njerë se isha kështu si në pozicion majmuni. U ktheva njerë kështu më ndihmua që do kthesha të pozicionohesha, aty pastaj patyshim që ngrita njerë pash çfarë mrekullie kishin bërë. Kishin bërë. Edhe pastaj që e afrova në krahëror dhe patjetër që vendosa në gjitë direkt. Po, ç'është minutash, por që e futa direkt në gjitë. Sa e rëndësishme është kjo që Shumë, është shumë e rëndësishme që të ndodhi më një herë pas lindjes, nëse është e mundur patjetër, nëse nëna është mirë, nëse fëmia është mirë, bebi është mirë, sepse ka situata patjetër komplikime që të detyrojnë që ti ndash nënën nga prindi. Por madje për mua fatkeqësia më e madhe apo gjunahi më i madh që bëjnë me nënat është kur i ndajnë. Dhe sidomos kur i ndajnë në mënyrë të panevojshme, se kur është e nevojshme justifikohet dhe është e kuptueshme. Por në mënyrë të panevojshme. Gratë mendojnë që ai afrimi i bebes ke faqja, apo ajo e po malan 2 minuta, ajo nuk është kontakt lëkur në lëkur. Që ta quash realisht skin to skin, si thonë në gjuhën angleze, duhet ta mbash minimalisht 2 orë. Sa po ke lindur? Po. Pra, nëna dhe bebi të mos stahen për 2 orë. Do ishte gjë më optimale, si për nënën dhe për bebin. Për nënën patjetër. Për kjo gjë? Mendoj që jo. Uroj shumë që t'jetë ambicia e stafit për të ardhmen, ato gjëra që mund të ndryshohen, apo që mendoj se ka hapësirë të ndryshohen më një herë. Që nuk ka nevojë për investime, apo ti ceke pak më parë pjesën e mungesës stafi, ndaj dhe është e rëndësishme që unë të thash që duhet rebelimi mamive, sepse nëse e ndjen që puna që ti po bën, apo kualiteti, cilësia punës që po bën, po të cënohet, po preket, do të rebelohesh. Unë nuk mund ta bëj, unë nuk mund të jap suportin tim gruas, ashtu siç unë dua ta jap pa u komprometuar në figurën time si mami, nëse nuk i kam kushtet, por nëse nuk i kam kushtet, unë duhet të ngrej zërin. Mendoj që kemi rënë pak në fjetje. Vera nuk mund t'ishte më e bukur se kaq, sepse Kids Around në ring ka bërë 50% ulje për koleksionin e Verës, kështu që praponi për të marrë veshjet më të bukura ndonjëherë dhe më të rehatshme dhe për më tepër brende fantastike si Karl Lagerfeld, Kenzo, DKNY e shumë të tjera ekskluzivitete që janë vetëm në Kids Around.
është ajo kullostra e parë, ajo le themi qumshti i artë që duhet t'i japësh bebit, atë 2 orëshin që ti përmende që duhet qëndrojë skin to skin, ai është realisht skin to skin për një mami. Por për shembull këtu kemi problematika të tjera në këtë rast që shpesh ja marrin e ushqejnë pa e vënë në djeni mamin, e ky është një gjë që për shembull nuk është normale, absolutisht, edhe pse ndonjëherë e mohojmë, po ndërkohë kur një bebe vje i përgjumur, ka një arsye pse vje i përgjumur edhe nuk çohet për të pirë. Kështu që këtë besoj e ke dëgjuar që ndodh në vendin tonë. Po, është, si që tash pak më parë, është për të denoncuar, është realisht hyn tek ato manovrat që konsideron si dhunë obstetrike. Nuk e di, është diçka që duhet hequr urgjentisht nga metodikat që përdoren, por... Po pse e bëjnë këtë gjë? Nuk ti ta them, mendoj që duhen pyetur Pa to kolegët sa e thonë, mia. asnjëra nuk flet sinqerisht që e bën. Nuk e di, mendoj që ka pak hapësirë ose ndoshta nuk kanë mjaftueshëm durim ose nuk kanë hapësirë nuk kanë mundësi që realisht t'ja ofrojnë një, nuk e di, mundon t'i justifikoj paçka se mendoj që nuk ka justifikim. Dhënia e qumshit formul absolutisht është në dëm të nisjes të këtij procesi. Mos lejimi qëndrimit në lëkurë është në dëm të gruas dhe fëmijës. Mos lejimi i babait, e dim edhe kjo është në dëm. Edhe këtu dua të ndalen pak. Sepse është madje unë them, po ta din gratë apo mamit se sa ndim, se si mund t'i përdorim burrat, se duhet që t'u përdorim, por se sa të nevojshëm janë edhe sa shumë mund të bëjnë gjatë procesit të lindjes, madje mamit besoj do dinë të thonë hajdeni. Aman hajdeni. Se kjo bëhet në vendet europiane apo në shumë shtete të botës. Mirëpritjen e partnerit pikërisht sepse janë një ndihmes. Patjetër suporti që japin në mënyrë të direkt partnerit një ide që më shumë prish punë se sa zgjidh punë. Tu do jem pak i sinqert Orinda dhe ndoshta do gjykon për të që do them, por mendoj që ka të bëjë shumë me pjesën e transparencës. Në momenti që ti në kartel nuk raporton çdo gjë që bën me gruan apo me beben, mendoj që aty ka mungesë transparence. Dhe një person i tretë apo asnjanës nuk të lë ty hapësirë të kamuflosh gjëra. E them këtë me plot vedije. Uroj të jemi gabuar, por që mendoj Kjo është një ndër mendoj që kjo është një ndër arsyet, po. Që bëhet një gjë e tillë. Pastaj mund të jetë edhe kjo që nuk janë sallë, nuk janë ideuar apo nuk e di, por mendoj që në momentin që ti ndërton një maternitet të ri, fare mirë, në 2006 mund ta mendosh që në atë maternitet të kesh dhoma të ndara. Apo nëse ke shumë fluks e lindjesh, ndërtoj maternitet të ri. Punso staf, mbaje stafin, sepse fatkeqësisht Shqipëria Po humbet. Dhe fare mirë, unë kam të afër me shoqëri që janë infermier apo dhe mami që po shkojnë jashtë dhe fare mirë mund të qëndrojnë në vendet e tyre të kontribuojnë në vendet e tyre. Kjo është dhe plagë personale imja. Unë prandaj edhe jap suportin tim në këtë lloj forme sepse unë kam dashur gjithmonë që të jem afër Shqipërisë, unë kam ndjekur edhe pse kam ikur 17 vjeç, tashmë jam 36. Unë e ndjek shumë aktualitetin në Shqipëri dhe kjo ishte një farë mënyrë, si thua, kontributi që mund të japun për gruan shqiptare. Dua të pyes pak për metodat e tjera siç janë forceps apo vakum. Mendimin tënd në lidhje me këtë? Forcepsi është një metodë që shumë pak po përdoret tashmë. Shumë rrallë. Është edhe çështje kompetencash, pra humbet si kompetencë dhe pra nuk din ta bëjnë, po thua. Po, sepse mjekët sepse dikur përdorshin shumë. Tani përdoren gjithmonë më pak, sepse janë përmirësuar dhe aspektet tjera të procesit të lindjes. Dhe normalisht nuk është më e njëjtë nevoja, por dhe humbet kompetenca dhe normalisht nuk është alternativa e parë dhe më mirë që nuk është sepse ka dhe metoda më të buta. Vakumi është një metodë më e butë dhe unë sigurisht që mendoj që askush nuk aplikon vakumin nëse nuk është realisht e nevojshme. Nëse është e nevojshme, patjetër dhe unë do e kisha bërë nëse do ishte e nevojshme. Pra, se ka dhe gra që mendoj kanë pak frikë nga vakumi dhe thonë më mirë cezarian se sa vakum.
por unë mendoj që nëse ti je informuar mbi çfarë është në të vërtetë vakumi. Çfarë është në të vërtetë vakumi? Vakumi në fakt është një ndimes, nuk është një tërheqje, sepse gratë mendojnë që ti rri aty dhe punën e bën mjeku duke tërhequr bebin. Por ti njëkohësisht që bebi aplikon atë tërheqjen e lehtë, ti shtyn njëkohësisht. Duhet shtysh, po. Dhe është një situash një e bëni bashkarisht. Dhe sigurisht aplikohet në raste shumë të rralla kur ndoshta është e nevojshme për arsye fetale, pra bebit po i bin rrahjet, apo nëse gruaja ka shtyr ndoshta për shumë gjatë dhe po shikohet që nuk po avancon siç duhet, dhe mund të jetë një ndimes e vogël. A ka rrezikshmëri? Unë mendoj që nëse aplikohet si duhet, pra duke respektuar kriteret që vakumi ka të nevojshme që të respektohen, rrezikshmëria shumë e ulët, madje në gjithë vite eksperiencë pune nuk mbaj mend të kem pasur realisht raste ku ka ndodhur lindja dhe ka pasur si thua komplikime shkaktuar nga vakumi. Flasim për komplikimet të bebit, se dihet që vakumi ka një rrezikshmëri të lartë por të pasur një çarje perineale pak më të lartë. Por ajo mund të minimizohet duke ndryshuar pozicionin e gruas. Pra janë gjëra që sigurisht që ai që aplikon tek ne është versioni klasik i qëndrimit në kaluç, kur ke lindjen. Edhe pse thonë jemi minutat e fundit, kur folën për këtë gjë, je vetëm minutat e fundit, jo nuk je vetëm minutat e fundit, më hodhën mamat, je një pjesë njërë të kohës mbi kaluç dhe është shkatruese. Këtë kështu më përgjigjen kur ndërkohë folëm para disa kohësh për pjesën e kaluçit. A është e vërtet, a duhet bërë, duhet ndryshoj kjo metodë? Unë se kuptoj çfarë i pëlqen kaluçit. Sepse dhe studimet e bëra të tregojnë çdo fakt të tregojnë që të flasin kundër kaluçit. Flasim gjithmonë për lindje ku mund të zgjedhësh pozicioni. Pastaj ka dhe lindje që ndoshta kanë komplikime, ndoshta aplikimi i vakumit që përmendëm, padyshim e ka të nevojshëm pozicionin e gruas në kaluç. Është e nevojshme, sepse mjeku ka është një situatë, është një komplikim i lindjes dhe normalisht mjeku që duhet të ketë pak më shumë si thua përqendrim dhe situatën në kontroll pak më shumë. Por, nëse nuk flasim për lindje me vakum apo lindje që janë pak më të komplikuara, që në fakt janë të rralla dhe prevalon më shumë pjesa tjetër që lindjet fakt janë fiziologjike, pa komplikime tjerë, atëherë nëse duam të bëjmë të tilla, se ndonjëherë ndërhyjet e tepërta bëjnë që të shkojnë të kthehen në lindje të komplikuara. Mendoj që jemi tepër vonë. Gruaja me shqiptare prej vitesh duhet kishte filluar tashmë të lindte në pozicionin që ajo e ka të nevojshëm dhe dëshiron. Është shumë e rëndësishme. Mendoj që është një nevojë e madhe që gruaja t'i ofrohet gruas një lindje më dinjitoze. Mendoj që është momenti. Është momenti prapë, për që e ka ardhur në ky moment. Sepse ka benefitet e veta. E qartë. Unë mendoj që unë si mami e bëj punën time më mirë kur nuk bëj asgjë. Duke sikur kështu tingëllon pak si për ton punosh, por që realisht lindjet më të bukura apo që shkojnë më mirë për nënën dhe për bebin janë lindjet ku unë nuk kam nevojë të bëj asgjë. Patjetër që unë suportoj verbalisht me gojë, me fjalë etj, jam aty për ndihmuar nëse ka nevojë, por nëse i lë hapësirën që ajo të gjejë pozicionin e saj, unë mund t'i sugjeroj pozicione patjetër, por që fuqia në fund të ditës është në duart e gruas. Pse është e domosdoshme mamia pas lindjes? Shiko, Orinda, se ndoshta ka një keq kuptim. Figura e mamis nuk është e limituar vetëm në shtatzani apo në lindje. Në fakt, figura e mamis fillon që në adoleshencë, që fillon me edukimin seksual, vazhdojmë në shtatzani, planifikim familjar, shtatzani, në lindje, në postpartum, në lehoni, gjithdhënie, janë gjitha hallka apo dhe menopauzë. Janë gjitha hallka që mamia i mbulon dhe kompetenca që zotëron shumë mirë, nëse patjetër jepet dhe hapësirë që t'i ushtrojë të kompetencat e saj. Është e nevojshme sepse mendoj mamia ka qasjen më holistike dhe më të duhur për sa i përket edhe postpartum lehonis. Edhe një herë mjeku padyshim na duhet edhe në postpartum kur kemi komplikime. Por mendoj që kujdesi më i plot dhe me qasjen e duhur vjen nga mamia. Ty t'u desh, morë ti kë pas apo ishe përgatitur vetë dhe do të nuk është se kishte të domosdoshme? Tani po futemi në ujërat e postpartumit. Temë vetë.
Postpartumi mendoj që ka nevojë për më shumë vëmendje, realisht, sepse unë jam shokuar. Besoj kemi kohë. Po, mos rrego. Jam shokuar dhe për ato që ti ndjen, pra ti si grua, lind dhe e çuditshme është realisht çfarë ndjen në trup. Unë që të jemi sinqert nuk pata as epizotomi, as çarje të një grade të lartë, kishte një çarje shumë minimale. Por është shumë e çuditshme dhe unë madje kam menduar shumë pacientët e mia gjatë gjithë mëmësisë time kam menduar gjithmonë. Prandaj them që ka pasur të vështirë shkëputem nga profesioni im. I kam menduar sepse thoja, mund të kem qenë ndoshta në ditën e dytë apo tretë në postpartum, edhe e shikoja se si unë pretendoja që një çarje e vogël unë nuk duhet të ndiej kaq shumë dhimbje. Edhe mendoja, po mirë, sa herë që unë kam shkuar në shtëpia të gratë që kanë qenë postpartum, sa kanë lindur, dhe kam shkuar për të bërë një kontroll, sepse vizitat në shtëpi, kontrollet në shtëpi janë fantastike. Gruaja është në ambientin e saj dhe ti shkon atje dhe ka një qasje komplet tjetër, sa gruaja vinë në spital ato ambientin e ftohtë. Pra, ti shkon në shtëpi, pak të puna ime ma ka mundësuar, shkon në shtëpi dhe i shikoj gjithmonë të qeshura, i shikoj gjithmonë mikpritse. Edhe unë i thoj vetës, po vetëm mu po i ndjej këto që po ndjej, po gjitha gratë janë kaq të zonja të shtira. Të fshen. Po ka një gjë tjetër që kur merrti mamia, kolegja ime në shtëpi në ditën e tretë për atë kontrollin që i bëri babit peshën, për të parë peshën, për t'i bërë matjet e duar, po. Dhe unë atë ditë qytetërisht kam qenë shumë euforike. Kam qenë shumë në formë dhe kjo që më pyeste Mirja, shumë mirë jam thoya unë. Çdo gjë shumë mirë, ndërkohë që ndoshta deri mëngjes kam qenë o zot dhimbjet. Shumë keq, po. Por nuk e di, ndoshta euforia e momentit apo fakti që ti po shikon që baby është mirë me peshën, e nuk e di këto gjëra. Por e kam menduar shumë pjesën e eksperiencave të grave të tjera. E kam menduar aty, kam menduar edhe te pjesa e gjithënjes, o zot. Se më kujtua gjithënja tani. E shem vështirë? Kam pasur problemet e mia sepse pata një dhënje, një start, një nisje shumë të dhimbshme. Dhe ka qenë nata e tretë, në të gdhirë të natës së tretë, ditë që do vinte mamia në mëngjes paradite, unë kam marrë në 4 të mëngjesit kolegen time që qeturi natës dhe i them, ti po më thua që unë i kam gënjur gratë deri tani, sepse në gjithë vite punë i kam thënë grave që gjithëdhënia nuk duhet të dhëmb, pra nuk duhet të jetë dhimbshme. Dhe kjo që ma normalizonte, po jo Martenisa se 2 javë të parë janë të dhimbshme. Unë i thoj, shiko, e kuptoj që duhet kesh një para ati. Por kjo nuk është para ati. Më dhëmb. Realisht, unë qaja nga ideja që do jepja gji, qaja gjatë kohës që jepja gji, dhe qaja mbrapa. Dhe vetëm ideja që do vija në gjitë djalit, do më thonë, më fuste të merrin. Dhe që të nevojshme që të shtrëngoj partnerin tim, që ta duroja si momentet të kalonte. Dhe pastaj patjetër djali im rezultoi që djali kishte perinë e shkurtër. Dhe kjo u diagnostifikua kur djali tashmë ishte 6 muaj, po, shumë vonë. Dhe unë jam ndier në një farë mënyre sepse gjatë gjithë kohës sa që vjen në kontakt me një profesionist të ri, i thoj gjithmonë, shikoj pak perin. Shikoj pak perin se kam një dyshim, sepse nuk është normal që të kem ende kaq dhimbje pas 1 muaj, 2 muaj. Por pastaj gjithmonë normalizuan, gjithmonë thanë që nuk ka gjë, nuk e ka. Madje në kontrollin e fundit, para se të çonte ke mjeku ORL, ajo pediatre më tha, dëgjoj, do të ke mjeku ORL, që ti të heqë dyshimin tënd. Faleminderit, i thash, kaq dua të heq dyshimin tim. Dhe shkuam atje dhe më tha, po, e ka minimal, por e ka. Ndoshta nuk është nevojë ta presim, se nuk mendoj tha që do ketë rezultate vështirësi në ndoshta dhe do të folur të ardhmen. Qartë, po. Ndoshta nuk do ketë as ndikim sepse fëmia tashmë do fillonte, djali do fillonte ushqime edhe pak. Por nëse do mund ta presim. Unë kisha frikë se mos ndoshta e dikonte në farë mënyrë të ardhmen, e thash po ti kurse vetes edhe pak dhimbje, patjetër që dhimbja nuk ka qenë njësoj si në fillim të gjithëdhënies dhe në muajin e 6, por që ishte ende aty. Dhe por me volumin e kështu ishte okay? Volumin e gjithëdhënies, pra le të themi. Unë kam dhënë gji shumë shpesh. Dhe unë si mami e dija që ti mund të jepja gji shumë shpesh, që gjithëdhënia është ajo free breastfeeding, domethënë që ti mund të japësh, është mirë të japësh, ta lësh në dorë fëmijës të vendosi vetë kur do të pi, sa do të pi, edhe nëse zgjot pas gjysmë ore është normale, nëse pi 5 minuta këtë herë dhe 45 minuta më vonë është totalisht normale. Dija çdo gjë, por kur kaloi 1 muaj, 2 muaj, unë prisja që djali të kishte një rallim të vakteve, gjë që ai nuk e bëri kurrë, sepse ai vazhdoi të pinte gjithmonë pak,
shumë shkurtër, pra pak minuta, por shpesh, e kishte të nevojshme. Pak sepse aq fuqi kishte, nuk e lejonte ndoshta gjuha. Dhe patjetër ka qenë sfiduese. Ka qenë sfiduese sepse kjo automatikisht ndikoi tek pjesa e gjumit. Dhe unë se mbaj mend që muajin e parë e kam mbajtur në kraharor. Kemi fjetur me djalin në kraharor, po. Po nuk ishe frikë për këtë pjesë? Për mbytje ose... Kam pasur, ndoshta nga fakti që jam e profesionit edhe jam më ndërgjegjshme, nga fakti që unë isha mësuar me turne natë dhe isha mësuar të rria pa gjumë dhe nuk më ndikonte pagjumësia shumë. Dhe kim fjetur një muaj ashtu sepse më duk në fund të ditës, si thua, e kot që unë t'jepja gji, të prisja që i të futin në gjumë të thellë. Ta vendosja aty anash meje, dhe sa i që bëja i zgjohej, e merja prap, fillon nga e para, pastaj vinte, sa i pinte shumë shpesh, çdo një orë, vinte momenti që do pinte prap. E tash vetës time, ta mbaj kështu, e mbajt ashtu një muaj, pastaj kur shtoja shumë peshë, sa që nuk merr do të furim realisht. E tash vetës time, okay, do të gjejmë një zgjidhje tjetër dhe normalisht e ktheve te krevati. Edhe kemi bër co-bedding, si quhet, bed sharing. Next to me, da, kështu. Okej, kuptoj. E bëjmë ende dhe por ne ka funksionuar. Por ne ka qenë për mua ka qenë shpëtim sepse nuk e di si ta bëja ndryshe me këto orare, këto zime që djalim. Çfarë mendimi ke për sleep training apo unë mendoj që janë tema që unë jam pro rutinave. Nuk jam eksperte e këtyre trajnimeve të gjumit. Ti si mami normalisht vendos çfarë do bësh me fëmijën tënd. Unë nuk e ndjeva kur të nevojshme ta bëj, sepse mendova që kjo na përshtat më shumë ne. Kjo është e nevojshme për të bërë, sepse sado që unë të merr një trajnim gjumi, problematike mendoj që ishte tek gjithënia. Pra, ai kishte nevojë të pinte shpesh. Dhe ai kishte nevojshme të zgjohesh shpesh. Pra, automatikisht do zgjohesh shpesh dhe prandaj nuk do të funksiononte. Mendoj që do funksiononte, por edhe sikur mendoj që jam tipi që jam pak më shumë, nuk jam edhe si tip karakter nuk jam shumë fleksibël në këtë pikë. Nuk jam shumë e rregullave, jam më tepër e të dëgjojmë çfarë thot trupi im apo çfarë më sinjalizon baby etj. Por që jam shumë okay nëse nëna zgjedhin ta aplikojnë si gjë. Po, personale. Të lodh ty kjo gjë? Pra, le të themi ti është gjithkohës në funksion të. Po. A e kishe imagjinuar kështu? Nuk e kisha imagjinuar kështu sepse pak vështirë ta imagjinosh se mund të jetë mëmësia kur se ke provuar vet. Ti mund të shikosh gratë pas lindjes, po i shikon ndoshta javët e para, muajt e parë, por nuk i shikon ndoshta një vit e gjysmë mbrapa. Dhe tani mendoj që po kaloj një lodhje të mbartur, dhe kjo periudhë është ndoshta përkon dhe me faktin që djali është 15 muajsh edhe bëhet gjithmonë më i ndërgjegjshëm, lëviz gjithmonë më shumë, por që realisht është një periudhë që jam realisht e lodhur. Dhe jam duke menduar, çfarë do bëj me gjithënien tani? Po vjen keq t'ja heq, sepse do i kanë dalë ende shumë dhëmb. Mendoj që nuk kam mjaftueshëm që unë të zgjedh t'ja heq. Jam shumë e sigurt që sado që tankohem unë që jam e lodhur, unë prap në kokën time kam vendosur që do japim gjithë deri 2 vjeç. Perfekt. Po, edhe kot që them lart e poshtë jam lodhe, deri në 2 vjeç do ja jap. Mama gjithmonë do lodhen për çfarësi do jenë aty për të shërbyer. Po, në formën tjetër, secila nga ne domethënë do e kalojmë këto sfidë të mëmësisë, dikush me diçka tjetër, sfida ime ishte kjo, nuk ishte lindja, nuk ishte shëndetësania, ishte kjo. Por, ndoshta do më duhet t'ja heq ndoshta natën së shpejti sepse do filloj punën në turë të natës. Ti nuk e ke filluar akoma? Jo, ende. Mendoj që në shtator do pra ke marrë një leje të plot. Leje lindje po, të zgjatur. Dhe kam shijuar pafund. Kam shijuar pafund edhe gjitha nënat që kanë mundësi, uroj shumë që ta shijojnë, patjetër me lodhin që ka mbajtja dhe rritja një fëmije, por që është një kohë që nuk kthehet më, po. Nuk kthehet më, e vërtet. Edhe sa i përket të vaksinave? Unë kam bërë vaksinat që sugjerohen për vete gjatë shëndetësisë dhe kam bërë dhe djali kam bërë vaksinat që parashikon protokollit suedes. Pra i ke bërë bebit. Normalisht si mjeket i do thuash do i bëj se s'bën sepse jam dakord. Çfarë mendimi ke për mendimin le themi dyshues të shumë njerëzve karshi vaksinës edhe që sa vjen edhe më shumë po rrallohet bërja e tyre? Po,
mendoj që është gabim që ende po flasim për diçka që është hedhur poshtë para shumë vitesh. Pra, është bërë një studim që as nuk ishte i mirëfillt para shumë vitesh dhe në fakt u hodh poshtë me një herë, por që mbeti. Dhe kjo është mbartur dhe lidhjes që mund të ketë Për pjesën e vaksina me autizmit, autizmi, po. Dhe më shumë keq që gratë nënat prindërit ende e marrin me stres pjesën e vaksinimit. Mendoj që janë të nevojshme sepse kemi fruthe në përçerdhe pafund që dëgjojmë. Sepse dhe kjo vjen shtimi i këtyre rasteve rasteve të fruthit, po, episodeve të që shpërthen fruthja, po dhe sëmundje të tjera. Është dhe si pjesë e mungesës së vaksinimit. Plus, mendoj që shumë e rëndësishme të vaksinohemi dhe për ata që nuk e kanë të mundur. Ka fëmijë që kanë një sistem imunitar të dobët dhe nuk vaksinohen dot. Dhe sa më shumë dhe të tjerë që jemi të shëndetshëm të vaksinohemi, aq më shumë ja lehtësojmë jetën atyre. Gjëja që tremben mamat kot më shumë. I tremben humbjes së kontrollit, ndërkohë që mendoj që automatikisht në parim, kur vendosi do lindësh në rrugë natyrale, do t'i thosh vetes, unë dhe humb kontrollin dhe është okay ta humbësh kontrollin. A ka ndodhur në një lindje që s'do harrosh kur? Po, ka pafund lindje që më kanë lënë shenjë, më kanë unë po shkruaj në fakt një libër. Vërtet? Po, për lindjet që më kanë lënë më shumë shenjë. Por do veçoja ndoshta lindjen e një gruaje që kishte lindjen e dytë, të parën ishte bërë me cesarian. Dhe është lindja ndoshta një nga lindjet më sfiduese që kam pasur unë, që kam kaluar si mami, sepse ajo nuk donte ndërhyrje, nuk donte të bëjë pra një kontroll. Pra pas cesarian do të bënte një lindje natyrale. Dhe nuk donte as të përdor stimulues nëse ishte nevojshme, nuk donte as që të bësh monitorimi i bebit, i vazhdueshëm i bebit, nuk donte ndërhyrje të asnjë lloji dhe unë isha midis dy zjarreve, unë të plotsoja dëshirat dhe kërkesat e gruas dhe nga ana tjetër, jashtë dhomës, sallës së lindjes, isha mjekët, kishte protokollin që më priste dhe mjekët sa që dilja jashtë më thonë, "Ha Martinisa, si është situata?" Dhe unë që raportoja, por që shkoi mrekullisht bukur. Dhe kur jemi këtu, sa i përket unë kur kam pyetur e mamit e tjera që thonë që po mund ta bësh një lindje natyrale pas një lindje cesariane, por në Shqipëri a ndodh vërtet një gjë e tillë? A mund ta bësh? Ke dëgjuar që e bëjnë realisht? Unë mendoj që është një gënjeshtër e madhe kjo. Vërtet? Po, sepse kam mikesha shumë të afërta, që e kam ndjekur realisht gjithë procesin si funksionon, se kam qenë interesuar për të kuptuar dhe për ta ndarë ndoshta edhe me mamat e tjera. Dhe teorikisht ajo i bëri këto takimet e nevojshme me mjekun për të futur kësaj lindjeje. Dhe praktikisht kur erdhi momenti, shkoj në spital dhe mjeku, që nuk e mbaj mend nëse ishte i njëjti apo dikush tjetër, por çon si ka, vendimi ishte marrë. Pra, teorikisht suporti duhet t'i jepej në vendimin që ajo kishte marrë. Nuk pranoi. Jo. Nuk e kaloi në lindje natyrale. Dhe mendoj që janë shumë të rrallë mjekët, nuk e ke idenë Rita se sa gram më kontaktojnë dhe më pyesin për mjek që marrin përsi për një lindje natyrale pas një lindje cesariane. Ka gra pafund që dua të lindin vetë, pra të bëjnë një lindje natyrale. A të ka zënë ndonjëherë paniku gjatë një lindje? Kam pasur një lindje Orinda që o zot që të them, kam ndetur në pishinë sepse unë jam tip që bëj kompromis me nevojat e mia për të përgjigjur nevojat e gruas dhe mbaj mend që kam ndetur me krahun në pishinë midis me dorën midis këmbëve të gruas sepse ajo kishte lindjen e saj të tretë apo të katërt dhe me një lindje të mëparshme kishte pasur një çarje pak më të madhe dhe frika e saj më e madhe ishte të kishte të njëjtën çarje. Dhe kërkesa e saj ishte që unë të isha aty me duart e mia gjithë kohës. Nuk e di se sa orë kam ndetur në pishinë, sepse do të qëndronte në pishinë, të lindte në pishinë, në ujë. Kam qëndruar me dorën time aty paçka se Po ku? Në vagin? Ku? Tek pjesa perinale. Perinale, po. Paçka se bebi ishte shumë lart, unë ja thoya gjithkohës që nuk jemi afër akoma, është okay. Madje i thash një moment, "Mo duhet të shkoj pak në tualet." Edhe më i thot burrit vet, "Shpirt, dil jashtë ti, ta bëj Martinisa urinon këtu." Po jo, thashëm se të ruajmë pak atë, unë jam profesionist. Realisht kam ditur me orë të tëra me dorë në pishinë, nuk e di ky krahu më iku bërë për fizioterapi. E bukur shumë. Momenti më emocional që ke përjetuar si mami.
Si mami, në përgjithësisht janë këto lindjet të qihteve që kanë tetuar shumë gjatë. Për të mbetur shtatzën. Po, të qihteve që kanë pasur shumë aborte, si më bëhet trupi, që kanë pasur shumë aborte. Të qihteve ndoshta që kanë humbur një fëmijë. Këto në përgjithësisht janë lindjet që më prekin më së shumti. A ka mami që thot zbëjmë kalama, pasi ka lindur natyrë Gjitha. prap vetë. Mendoj pjesën më dhe grave e thot këtë. E thon? E thot, po. E thojnë sepse e dim çfarë impakti ka në trupin, mendjen e gruas ajo eksperiencë, por që njëkohësisht e dim dhe sa e bukur është edhe që është opsioni më i duhur, më i mirë për gruan dhe fëmijën, para që çdo gjë është mirë. Gjëja që do doje të dinte çdo grua para se të vinte në sallën e lindjes. Do doja shumë të ishin të informuara. Të dinë, po, si funksionon procesi i lindjes, që të mos jetë të papërgatitur, mos jenë të shokuara, patjetër që unë mund t'ja bëj atë trajnimin aty direkt, por live, nuk do jetë. por jo, sepse janë shumë gjëra, janë shumë informacione që ti nuk duhet thjesht dëgjosh një herë, janë gjëra që ti duhet t'i dëgjosh aq shumë herë që ta besosh. Pra ti duhet të dëgjosh aq shpesh që lindja natyrale është e mundur, edhe mund të jetë fantastike, mund të jetë e bukur, është fuqizuese, dhe duhet ta besosh, por këtë e bën vetëm duke dëgjuar mjaftueshëm shpesh. Cila është superfuqia e një mamie? Fjala, sepse fjala nëse përdoret mirë e ndihmon gruan, nëse jo e hedh totalisht poshtë gruan nga ana psikologjike. Fjala do thoja. Një bebe tjetër? Nëse do e sjelli jeta, Zoti, trupi, fati, nuk e di çfarë do i vëm, domethënë pse jo. Patjetër me shumë dëshirë, po. Dhe të herë pa epidural. Prandaj sa shpengur që ti duhet të heqësh. Dhe çfarë do thoje mamave, që janë vetëm pak ditë përpara lindjes tani. Janë ato ditët e fundit. Po, janë përpara një eksperiencë fantastike, që nëse do din ta jetojnë apo ta shijojnë, sepse lindja mund të shijohet, mund të jetë sfiduese, mund të ketë lindje fizike, vështirë, ndonjëherë me komplikime, por duhet shijuar si proces. Nëse e shijojnë, do jetë një ngjarje që do rikthehen me shumë dashuri. Faleminderit që ishe në mamë. Faleminderit ty.